Do ta bëj parahyrje me një ngjarje që na tregon njëri prej dietarëve, dhe është porosia kësaj ngjarje tepër madhështore, nëse dina me meditue. Tregon për një të burgosur në të kaluarën, në historinë e hershme, i cili ka qenë një burgosur me vdekje, domethënë me burg të përjetshëm. Mirë po, mbretja asaj kohe i ka dhënë një mundësi këtij të burgosuri për 24 orë, për një ditë dhe një natë, nëse e gjenë vrimën shtekdaljen nga burgu, nga dhoma e vetë, ati i falët burgu, do t'i falët. Që do me thonë, në burg ekziston një vrim, nëse e gjenë ku është ajo, ati i falët burgu. Dhe njeriu i cili është i burgosur përjetshëm, paramendon se sa ka ambicion me gjetë ku është ajo vrim. Dhe e fillon orën, për 24 orë me gjetë ku është kjo shtekdalje. Dhe fillon edhe troket në për mur dhe lip shtekdalje dhe lip rrugdalje dhe paramendon e zellin dhe dëshirën e flak më ju falë përjetësia në burg. A pas disa orëve ankohet thot se s'ka vrim këto. Ai afër burgit kujdestari thot çka të nevojitet? Thot ma jepni një çekiç. Ja hapin çekiçin. Dhe fillon edhe godet në përmur, nuk ka mundësi me gjetë vrimën. Dhe vjen afati edhe përfundon koha e caktuar. Dhe s'ka mundësi me gjetë vrimën për me dalë jashtë. Dhe vinë ato i thojnë fatkeqësisht s'ka mundësi me të falë burgu, nga se nuk e gjete shtekdaljen. Dhe djerst kullojnë tek ai. Kullojnë prej fatkeqësisë dhe prej mjerimit dhe përvlimit. Dhe i thojnë, a e di ku ka qenë shtekdalja? Thot jo, murin e kumba të gjithë me vrima, nuk ka mundësi me dalë. Thot dera ka qenë qelë. Dera ka qenë qelë. Vetëm të kështë qelë, a kone e mundur me dalë jashtë. Nga kjo ngjarje, dietarët kanë nxjerrë shumë prej dobive. Cila është ajo? Ky univers, kjo krijimtaria jona, nga ana Allahu xhallahu ala, në këtë botë çka gjendemi neve, shumë sende mesin enigma. Mesin sende të mbyllura, s'kena mundësi me u gjetë qelsin. Pse? Sepse trokasmi dhe godasmi dhe hulumtojna në vrimat të cilat s'ka mundësi me dalë përtej kur gjo hiq. E ku duhet me shku? Duhet me shku të dera. Edhe me e qelë derën. Allahu këti universit i kalon derë. Nuk e ka kriju pa derë. Ku është dera? është libri Allahu Gjellu Ala. Adaj nëse studiojnë a këngjarje, e para është se njeriu ndonjëherë mundet me lip lumturien ka do, nga për shumë vende. Mirë po dështon dhe s'ka mundësi. Dhe e lën derën e madhe. Për shembull njerëzit sa pak e lexojnë librin e Allahut, sa pak e kërkojnë dijen, sa pak janë të interesuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për njeriu më të mirë i cili ka ekzistuar mbi sipërfaqen e tokës, ndërsa pretendojnë se janë duke kërkuar lumturien dhe rrugën e drejtë. Rruga e drejtë është shumë e lehtë. Duhet me qelë derën. E dera është e lehtë për të qelë. Kur tham e lehtë, normal që kërkon mund, studim, lodhje, sakrificë, flijim, e kështu me radhë, mirë po duhet me aqillue. Ka thënë Aliu radhiyallahu an, kem min muridin la yusib. Sa dëshiruesi, sa ai i cili dëshiron diçka me arrit, la yusib, nuk ja qëllon. Nuk është kushti, mundesh me gjujt me shigjet, por nuk mundesh me ja qëllue. Andaj nga kjo ngjarje, dhe porosia e kësaj ngjarje është se neve ndonjëherë kena derën qel dhe lipin e përmur me çekiç se ku është tek dalja drejt sekreteve të këtij universi.